në këtë edicion do të ndiqni. Keci i pamërshirshëm me fshatin Moglic i lë banorët mbi 8 orë parym. U ndërhyr shpejt në kompleksin banësor Dugaxhini, ambienti rikthehet në normalitet. Skriningu neonatal është shërbimi më i ri për të posalindurit në spitalin Isa Grezda në Gjakov. Përshëndetje, po fillojmë me edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Për mungesën e energjisë elektrike në fshatin Moglic e fshatra tjerë përreth kemi raportuar në vazhdimsi. Megjithatë, aty reduktimet vazhdojnë madje me nga 8 orë gjatë ditës. Banorët e fshatit Moglic po përballen vazhdimisht me mungesë të energjisë elektrike. Një problem që sipas tyre po përsëritet çdo ditë dhe po avështirëson jetën e përditshme. Siç përshjetjemi këtu në fshatin Moglic të Gjakovës, ku edhe mediumi ynë tash disa muaj është duke raportuar vazhdimisht për shqetësimet e këtyre banorëve, ku po ankohen për reduktime të mëdha të energjisë elektrike. Sot ekipi i televizionit Syri ka ardhur sërish për të parë nga afër gjendje në këtë fshat, ku sipas tyre thonë që edhe në këto momentet ku është ora rreth 10:20 minuta nuk ka energji elektrike, ndërsa sipas njoftimeve nga KEC që ju është bërë banorëve, thuhet se po punohet në tensionin e lartë, ndërsa banorët kërkojnë më shumë përgjegjësi rreth kësaj situate dhe kërkojnë një zgjidhje sa më të shpejtë. Pas ankesave të vazhdueshme të banorëve, ekipi i televizionit Syri ka qëndruar në fshat për të parë nga afër situatën. Gjatë qëndrimit ton aty, në redaksin ton kanë vazhduar të arrijnë njoftime të reja nga banorët, të cilët raportojnë se edhe sot kanë mbetur pa energji elektrike. Siç përshjetjemi këtu pra në fshatin Moglic të Gjakovës, ku kemi ardhur për të pyetur banorët nëse ka ardhur vetëse energjia elektrike. Për më shumë detaje do të na tregon ky banori të cilën e kam pranë meje. Përshëndetje. Përshëndetje dhe për juve. Na tregoni sa keni vështirësi pra me reduktimet e energjisë elektrike? Po me thënë drejtën, kemi shumë redukime. Kemi të paktën 2-3 herë në javë në ora 8 deri në ora 4-5 mramjes. Tash ku verë, me siguri se problemet janë shumë të mëdha. Sa është vështirësi kjo për juve? Normal se tash janë vesnija, gjithë janë me rrymë, nuk kena mo tash prajta se herë me drum, po partitë janë të mëdha. Tash me ora shënon vetëm 12:51 minuta dhe që ata ende përballen me mungesë të energjisë elektrike. Ekipi ynë ka kontaktuar edhe kompaninë KEC për të marrë një sqarim lidhur me situatën. Nga kjo kompani na është thënë se i përket daljes Raç-Moglica, e cila furnizon fshatrat Raç dhe Moglic nga janari deri në maj, si shkak i prishjeve të ndodhura në rrjetin e shpërndarjes, kanë qenë gjithsej 9 ndërprerje, kryesisht kalimtare dhe me një kohëzgjatje mesatare prej 33 minutash. Megjithatë, banorët e Moglicës pretendojnë të kundërten, duke deklaruar se gjatë ditës përballen me mungesë të energjisë elektrike deri në mbi 8 orë dhe se këto reduktime janë shumë të shpeshta. Për këtë kanë dëshmi edhe njoftimet nga KEC. Gjendje njëjtë ishte edhe gjatë vizitës tonë të tretë gjatë ditës së sotme. Fshati ende ishte parym. Siç përshjet pra ora po shënon 15:31 minuta dhe në fshatin Moglic të Gjakovës, ende qytetarët vazhdojnë të përballen me mungesë të energjisë elektrike. Ata kërkojnë nga institucionet dhe operatori përgjegjës që të ndërmarrin masa konkrete për zgjidhjen e problemit, në mënyrë që furnizimi me energji elektrike të stabilizohet dhe të mos përballen më me ndërprerje të shpeshta. Gjatë ditës së djeshme kemi raportuar për disa probleme të banorëve të kompleksit banësor të njohur si banesat e Dugaxhinit. I shpejt ka qenë reagimi i institucioneve të cilat kanë dalë menjëherë për të plotësuar kërkesat e banorëve.
Pas raportimit të djeshëm të mediumit për gjendjen e papastër dhe të pamirëmbajtur prej vitësh të hapësirës së kompleksit banasor Dugagjini, sot kompania Pastrimi Qabrati ka dalë në terren dhe ka ndërmarrë një aksion për pastrimin e zonës. Në pamje të siguruara nga terreni, shihet janë larguar mbetërinat dhe është bërë mirëmbajtja e gjelbrimit, duke sjellë një përmirësim të dukshëm të gjendjes në këtë kompleks. Ky reagim vjen pas ankesave të banorëve dhe raportimit të mediumit tonë. Temperaturat e larta janë sfiduese si për njerëzit ashtu edhe për kafshët. Veçanërisht sfidues mbetet për qentë, të cilët kërkojnë kujdes të veçantë gjatë ditëve me temperatura të larta. Temperaturat e larta të verës nuk janë sfidë vetëm për njerëzit, por edhe për kafshët, veçanërisht për qentë. Kujdesi ndaj tyre në këtë periudhë bëhet thelbësor për shëndetjen dhe jetën e tyre. Se si duhet të kujdesemi për ta gjatë ditëve të nxehta të verës, këshillat i jep veterineri Blendi Bejdoni. Kujdesi tyre i veçantë duhet të jetë që shëtitjet duhet fillojnë herët në mëngjes ose në mbrëmje. Arsyeja për shkak se gjatë periudhave të nxehta edhe asfalti është i nxehtë, gjë që mund të çojë në djegjen e putrave të kafshës. Një gjë tjetër të cilët pronarët duhet të kenë kujdes që duhet t'i mbajnë kafshët e tyre gjithmonë të rehidratuara. Do të thotë gjithmonë duhet të kenë ujë të pastër për pije. E për shenjat që tregojnë se një qen është goditur nga i nxehti, na tregon veterineri. Mund të ketë keq të vjella, diarre, keq orientim, mund të ketë jargavitje, këto janë disa nga shenjat. Më e vështirë mbetet për qentë ndacak, të cilët pas tredh dhe pa kujdes të vazhdueshëm përballen me temperaturat e larta të verës. Veterineri ka një apel për qytetarët në mënyrë që ata ta kalojnë më lehtë këtë periudhë. Sipas mundësive, kushdo që ka mundësi, një pjatë me ujë, një kofë me ujë, një diçka e tillë është më së e duhur për qenë të rrugës për shkak se mungesa ujit është jetë, mungesa ujit është shumë e nevojshme për ata. Mes vapës së verës, mbijetesa atyre shpesh varet nga kujdesi ynë. Le të kujdesemi për ta, për ata që na dhurojnë dashurinë më të pastër. Një tjetër element shumë i rëndësishëm për të cilin duhet të kemi kujdes gjatë ditëve me temperatura të larta është edhe ushqimi. Materiali radhës na njeh me informacione e këshilla rreth ushqyerjes gjatë ditëve të verës. Temperaturat e larta që kanë përfshirë vendin gjatë ditëve të fundit, por rrisin rrezikun nga konsumimi i ushqimeve të papërshtatshme, veçanërisht atyre me përardhje shtazore. Kështu thot udhëzuesi i nutricionit Art Zhubi. Ushqimet që duhet me pas pak më shumë kujdes kur temperaturat janë të larta janë zakonisht ushqimet që kanë përardhje domethënë shtazore, si mishi, peshku, vezët, qumshti, po ashtu dhe produktet e qumshtit. Këto ushqime janë më të ndjeshme ndaj rritjes të bakterieve, si salmonella, Escherichia coli e të tjera. Këto bakteri rriten në temperatura prej 5 deri në 65 gradë, pra në stinën e verës këto temperatura janë të arritshme, domethënë sidomos në ambientet të mbyllura, dhe duhet me pas kujdes që me mbajt në frigorifer këto ushqime sa më shumë dhe sa më gjatë. Koha maksimale ku mundesh me mbajt ushqime jashtë frigoriferit është maksimumi 2 orë. Ndërkohë, Art Zhubi paralajmëron se ushqimet e shpejta apo fast foodet mund të rëndojnë sistemin tretës, veçanërisht gjatë verës kur organizmi përballet me temperatura të larta dhe ka nevojë për ushqime më të lehta dhe më të freskëta. Ushqimet e fast foodit janë shumë të rrezikshme për disa arsye, për shembull sepse janë shumë të dendura me kalori, janë të përgatitura me vaj të lartë, me yndyrna të larta ku e ngadalsojnë sistemin tretës, ku sistemi tretës në periudhën e verës punon pak më ngadalt sepse trupi apo metabolizmi nuk din domethënë a me punu për me mbajtur trupin pak më të ftohtë apo me tret ushqimin. Kështu që duhet me konsumu ushqime sa më të lehta, vakte më të shpeshta, por më të lehta. Dhe ushqime që janë të pasura me sasi të lartë të ujit, sidomos frutat edhe ushqimet domethënë të freskëta. Përveç kujdesit ndaj ushqimit, Zhubi foli edhe për rëndësinë e konsumimit të ujit gjatë ditëve të nxehta. Këshilla ime është me qëndru sa më shumë të hidratuar, jo vetëm me prit momentin që e ndjejmë na domethënë ndjenjen e etjes, se në momentin që na e ndjejmë ndjenjen e etjes, trupi vetë sa ka filluar me humb lancet, domethënë na duhet me qëndru të hidratuar gjatë gjithë ditës me ujë. Sasia e konsumuar e ujit varon prej personit te person për disa arsyeve ku janë
gjatësia, pesha aktuale, niveli i aktivitetit fizik, po ashtu edhe mosha. Për një person mesatar, domethënë i rritur, 2 deri në 3 litra ujë janë në rregull, kurse për tek personat, sidomos tek sportistët dhe personat që kanë aktivitet të lartë fizik, jo vetëm ushtrime, por edhe sa punojnë në ambiente të jashtme, në temperaturat të nxehta, punë fizike, ju nevojitet edhe më shumë se 3 litra deri në 4 litra. Zhubi rekomandon që gjatë ditëve të nxehta të shmanget ekspozimi i gjatë në diell, të konsumohen sa më shumë fruta dhe perime të freskëta dhe të ruhet një regjim i rregullt i hidratimit, në mënyrë që organizmi të përballojë më lehtë temperaturat e larta të verës. Në spitalin e përgjithshëm i Sagreza në Gjakovë është shtuar një shërbim shumë i rëndësishëm. Të gjithë posalidurve në këtë spital do t'ju mundësohet screeningu neonatal. Procedurë kjo është shumë e rëndësishme për zbulim të hershëm të disa sëmundjeve të rënda. Zbulimi i hershëm i sëmundjeve tek të përsalindurit është thelbësor për trajtimin dhe zhvillimin e tyre të shëndetshëm. Përmes screeningut neonatal, mjekët mund të identifikojnë në kohë probleme të ndryshme shëndetësore. Ky program ka filluar të zbatohet nga viti i kaluar në ÇKUK, ndërsa së fundmi është thirrur edhe në Spitalin e Gjakovës, duke shënuar një hap të rëndësishëm në kujdesin ndaj foshnjave. Për më shumë rreth këtij shërbimi na flet drejtori i klinikës së neonatologjisë në ÇKUK, Dr. Luan Morina. Me anë të këtij testimi, e parashikojmë, me fjalë thjeshta, mund të themi parashikojmë që një foshnjë në një moment caktuar gjatë jetës ka mu sëmundje nga këto sëmundje. Pra, bëhet zbulimi i sëmundjes atëherë kur foshnja nuk ka shenja, nuk ka asnjë simptom. Në rast se pa marrim një fëmijë del pozitiv në këtë test, ne atë tashmë dimë që ky fëmijë në një moshë caktuar do të manifeston sëmundjen. Por, në këtë fazë kur ne kemi diagnostifikuar, fëmia është i shëndosh. Dhe çka është e mira kësaj? Se ne, kur fëmijën e kemi të shëndosh, e dim që do të sëmunhet në një periudhë të jetës dhe i marrim masat parandaluese, masat lehtësuese dhe bëjmë që ky fëmijë të ketë një jetë më të mirë, një kualitet jetës më të mirë dhe një simptomatologji më të lehtë. Doktori tregon se ky testim përfshin zbulimin e hershëm të disa sëmundjeve të lindura tek të porsalindurit. Testimi përfshin diagnostifikimin e hershëm të hipotiroidizmit kongjenital ose sëmundjes së tiroides, fibrozën cistike, e cila është një sëmundje të rëndë, fenilketonurin, galaktozemin dhe atrofin spinale muskulare, pra që janë 5 sëmundje të cilat janë tejet me një simptomatologji të rëndë ose me një klinik të rëndë. Sa i përket mënyrës së realizimit të testimit, doktori na shpjegon mënyrën se si kryhet ky proces. Ky është një test shumë i thjeshtë. Është vetëm me një pikë gjaku, shpuhet në themër dhe pastaj me këtë pikë gjaku ne bëjmë diagnostifikimin dhe detektimin e këtyre sëmundjeve. Pra thjesht mund të themi, i shpëtojmë fëmijën ose diagnostifikojmë fëmijën vetëm atë një pikë gjaku. As nuk është shumë i rënd, nuk është shumë traumatik, do thotë është një test shumë i lehtë. Në fund, doktori u bën apel prindërve që të mos hezitojnë në kryerjen e këtij testi. Dhe ta marrin si një këshill të mirë, që të mos hezitojnë kur në rast se një infermier ofrohet dhe thotë që dua t'ja marr një pikë gjak fëmijët tuaj për ta kryer këtë testim, të mos hezitojnë se kjo është për të mirën e shëndetit të fëmijëve të tyre. Ky testim realizohet pa pagesë, i mbuluar nga Ministria e Shëndetësisë, duke u ofruar falas për të gjithë të sapolindurit si një shërbim i rëndësishëm për kujdesin e hershëm shëndetësor. Zrugtaria është zanat i vjetër, i cili në Gjakovë vazhdon të ruhet. Në çarshien e vjetër për dekada me radhë ky zanat është ushtruar, ndërsa tashmë shqetësues mbetet fakti se interesimi i të rinjeve ka rëndukshëm. Gjakova ka qenë gjithmonë njohur për zanatet e ndryshme, e si qendër këtyre zanateve është çarshia e vjetër. Një ndër zanatet më të vjetra është zrugtaria, e cila akoma po ushtrohet nga Rushdi Çari, i cili na foli rreth zanatit të tij. Zanatin e kam ta shikuar nga gjyshi, baba, unë që e punoja për momentin, edhe që e punoj që muj me thonë që 55 apo 60 vjetë, neve përpara mirë konë me cekë, në kanë thonë kutigji. Zrugtar kutigji kemi qenë. Kanë qenë, sa kanë qenë 25-30 kutigji, veç unë muj me thonë që jam në 70 vjetë për qëtash.
Kutinjat me vitet 70-75 veç me modernizimin atëherë veç kutinjat apo arkat e nuseve, ku nuset kanë shti pajën e vetë, teshat e veta, ato veç ndalë për koha i ka qitë që thojnë jashta shpatullave. Kështu që tash jam djep gji apo djep punues. Megjithëse se ky zanat është i rëndësishëm, interesimi dhe ushtrimi i tij nga të rinjt po vazhdon të shuhet dita ditës, shton Qarri. Qarshia diet, keni për i matmoshmjeve, se ka qenë e mbulume, ka qenë ndihmë me zanatet vjetra, po shumë zanate veç që në zhduk, muj me thonë jo shumë, po 95% zanate veç që në zhduk, kemi me të unë edhe, muj me thonë kë femi vejsa, kujshia, si saraq, me qëto zanatet vjetra. Po thëmë edhe unë me kohë nëse s'ka interesim, që po shifet që nuk ka fare interesim të rive për këtë zanat, se një farë mënyrë edhe i kuptoj se kjo duhet zanat nështë instancat të shteti duhet më interesu dhe edhe në formë pagese, pak mi stimulu të ritë që mi u afru, me artë të une, nështë mi mësu pak, sot kam mundësi dhe une mi mësu, edhe me mujtë mi vazhdu këtë zanat. Vlerat kulturore të qytetit përfaqësojnë një pasuri të çmuar si historia dhe tradita. E ruajtja e këtyre vlerave është e rëndësishme sepse forcojnë lidhjen me të kaluarën dhe pasurojnë jetën kulturore në shoqëri. Edicioni po përmbylli me rrëfimin e një nga nxënësve nga Gjakova, e cila jetësoi ëndrrën e saj për të kryer një vit shkollimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përvoj kjo që sipas saj do t'i ndihmojë shumë për shkollimin e mëtejshëm. Të kalosh një vit shkollor në Amerikë është ëndër për shumë të rinj. Për 18 vjeçaren nga Gjakova, Gresa Shedadi, kjo u bë realitet në vitin e 3 të shkollës së mesme të lartë përmes programit YES. Vetë Gresa tregon se vendosi t'i bashkojë kësaj sfide. E kom pas si ëndër prej kohës që e kom pa një vajzë Gjakovës të shku, edhe për atyre që u kon edhe ëndra jame, edhe gjithë kam i kujtu atë moment që kom zgjedh Amerikën. Aventura e saj një vjeçare me ata në Çane tashmë ka përfunduar. Gresa është rikthyer në Kosovë, por me kujtime që do t'i mbesin gjatë në memorie. Eksperienca jame në Amerikë ka pas të mirat edhe të këqijat e veta, deri në momentin kur jam ambientu u kon zër, amo kur ja ku nis me bo shoqni edhe me fol më mirë me familjen e Koqir, domethënë host family, u kon atëherë kur ja ka nis, domethënë eksperienca jame më kon eksperienca më e mirë e jetës time, besoj. Por Amerika ishte vetëm fillimi. Planet e saj për të studiuar jashtë vendit vazhdojnë dhe 18 vjeçarja zbulon synimet që ka për të ardhmen. Si vjet e kam pak një vit pushim, asnjë të ardhmen besoj që kam vazhdu biznes, ekonomi edhe financa ose diçka me shkenca, do më dal jashtë vendit, edhe do më thonë atëherë një orë mi atëherë do më prova apet në Kosovë. Nga Gjakova në Amerikë dhe së shpejti drejt sfidave të reja akademike, Gresa po dëshmon se guximi hap të gjitha dyert. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajemi të ndjekim edhe një herë titull kryesor të këtij edicioni. Keci i pamërshirshëm me fshatin Moglic, i lë banorët mbi 8 orë pa rrymë. U ndërhyr shpejt në kompleksin banësor Lugaxhini, ambienti rikthehet në normalitet. Skriningu neonatal është shërbimi më i ri për të posalindurit në spitalin Isa Gresa në Gjakovë. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.